Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit. Mirë se po takohemi sërish prap me mua. Deri me tani ishit me Agnesën me lajme të mëngjesit nga vendi dhe të bota, por tani do të kalojmë me një temë tjetër, e cila ka të bëjë me gratë dhe burrat në Kosovë, që vazhdojnë të dominojnë në sektor të ndryshëm të tregut të punës, duke reflektuar në sfidat dhe stereotipet që ende ndikojnë në zgjedhjet profesionale. Për të diskutuar më shumë rreth kësaj teme, bisedojmë bashkë me drejtoreshën ekzekutive të organizatës Shika, me Leonida Molliçaj. Mirëmëngjesi, zonja Leonida. Mirëmëngjesi. Tregona pak se çfarë tregojnë këto të dhënat e fundit për ndarjen gjinore në tregun e punës në Kosovë. Në fakt të dhënat që i kemi publikuar në formë të grafikoneve në rrjetet sociale të organizatës Shika, janë të dhëna të mbledhura nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës, të cilat janë të dhëna të publikuara për vitin 2025. Ato tregojnë ato që në faktikisht të gjithë ne e dimë, që në Kosovë edhe ata pak qytetarë që janë të punësuar vazhdojnë me qenë të punësuar në tregu i punës, pra vazhdojnë me qenë i ndam sipas gjinis, pra vazhdojnë me qenë të punësuar në sektor të ndryshëm varësisht prej çfarë gjinie i caktojnë. Këto dana tregojnë se burrat edhe gratë pra nuk janë shpërndame njësoj në krejt sektoret ekonomik, edhe vazhdojnë u përqendru në profesione në fushat ndryshme, që nënkupton që profesione që lidhen, që nënkuptohet sipas normave dhe traditave në Kosovë, që profesione që lidhen direkt me gratë apo profesione që lidhen direkt me burrat. Për mi marrë si shembull për ilustrim, për shembull gratë janë më të përfaqësuar në sektor të arsimit, një prej sektorëve që gjithmonë është konsideruar që është sektor ku mas shumti ka të punësuar me gra, ku janë dikon 18% e grave të punësume, në shëndetësi dhe punë sociale dikon 13%, edhe aktivitetet tjera administrative dhe shërbime mbështetëse dikon 6%. Po, ajo që ka vrehet, është që për shembull ka përfaqësim gjatë lartë në grave në tregtinë me shumicë dhe pakicë, pra që përgjithsisht është sektor ku ka edhe shitse, ku janë të punësuar me dikon 21% e grave. Në anën tjetër, dallimi është që burrat dominojnë sektor që konsiderohen si punë për burra, apo tradicionalisht janë konsideruar si profesionet burrave, që është ndërtimtaria, ku kjo përbën dikon 16% punësimit burrave, prodhimi, transporti, minierat, energjia, gjitha ato sektor cilat lidhen direkt me ato që na jemi rrit edhe jemi edukuar në familje që është profesion që i takon burrave. Por pse mendoni që posaçërisht këto sektoret në arsim, shëndetësi edhe në normale punë sociale janë vetëm për gra dhe transporti, këto ndërtimtaria janë për burra, sipas jush? Para një kohë, më duket para 2 viteve, pa të mboni hulumtim për me pa statistikat në arsim, pra të punësuarit në arsim Kosovë, dhe pa të mvrejt që në parashkollor, pra në qerdhe, në krejt Kosovën, si në publik dhe si në privat, ka qenë dikon i punësuar vetëm një mësimdhënës burr për 2 vite, cilat i kemi hulumtuar na, zonat pashtu kanë qenë të ASK-s, pra veç një punëtor si mësimdhënës apo si kujdestar në qerdhe ka qenë burr. Kjo tregon që të gjitha tjerat kanë qenë gra, kjo tregon që kulturalisht shoqënia e ka përcaktuar që gratë duhet me shku ka profesione të cilat lidhen shumë me kujdesin, me afërsinë, me socializimin edhe me sene tjera cilat burrat nuk janë shtyme. Pra neve na kanë tregu plot student që kanë dashur me shku me studiu edukim, edhe djem të ri që ju ka pëlqyer me qenë edukator, po për shkak stereotipeve të mëdha, edhe nuk i kanë pranuar vendet e punës, po edhe nëse janë pranuar ta me punu si edukator në qerdhe, për drejt nuk janë një rahat për faktin që ju ka duk që një djalë nuk din me ndru pampersen, një djalë nuk din me ushqy fëmijën e vogël e tjera. Pra ajo që ka shohim është që gratë janë të orientume për shkak të presionit shoqëror, shumë ka kujdesi edhe mbështetja dhe ndihma ndaj tjerëve, se sa te vetvetja dhe zhvillimi i tyre individuale dhe intelektual. Ju treguat një rast përpara 2 vite, por a mendon që tash në gjeneratat e reja apo ndryshon kjo situata apo qëndron e njëjta? Sa i përket çështjes konkrete që po flasim, më shumti prej krejt viteve që i kemi pa dikon 5 vitet e fundit, më shumti kanë qenë vetëm 2 edukatorë në qerdhe në krejt Kosovën, burra. Kështu që nuk ka ndryshuar kur nëse po flasim për temën konkrete, është situata prapë e njëjtë, është një në krejt Kosovën ose nuk është asnjë. Por
Normalisht që ka ndryshime sa i përket profesioneve dhe gjinisë, edhe kjo neve na bën mu gëzu si organizat, për shembull sot e shohim shumë a shumë që shumë a shumë sfidohen stereotipat, vajzat i kanë te kalu pritshmëritë të shoqënisë tu zgjedh profesione të cilat nasha përpara jom konsideru veç si punë për djem. Sot kemi vajza shumë të mira në sport, kemi vajza shumë të mira në astronomi, edhe në energji, edhe në fusha tjera, në STEM, kështu që kjo tregon që kanë fillu me thy krejt stigmën edhe parashikimin që ka qenë për profesione, po megjithatë duhet hala shumë punë. Kemi edhe djem frizera, që për shembull ka një prej profesioneve që është paragjykuar ose ka qenë përveç në rast specifik, përgjithsisht nuk është pasi diçka që duhet me zgjedh djemt. Në për disa takime që jemi tu mbajt me fëmijë, që janë tep ligjërata, takime me fëmijët në shkollat fillore të Kosovës, zakonisht kur i pyesim çka keni mu bë kur rriteni, çka kishit pas qaf mu bë, së disha që ambicet i kanë shumë të ndaja edhe vajzat, po ashtu isha që edhe djemtë janë shumë të gatshëm me pranu, për shembull një prej diskutimeve e bojmë a mendojnë që mundet me qenë shoqja jote ta zëm automekanike, edhe fillimisht ka pas shumë refuzim se u duk si një profesion që edhe nuk ju ka ra asnjëherë me pa, një vajzë apo një gru tu e rregullu një kerr, po sot e vrem sa shumë ka ndryshim për të mirën këtë drejtim, sa që kanë pa modelet ndryshme në shoqëni edhe në Kosovë edhe në botë që janë të i thy këto paragjykime. Por a mendon se ka dallim mes zonave urbane dhe atyne rurale për mes punësimit të grave? Po shiko, sa i përket numrit punësimit e keni fjalën apo? Po. Po normalisht që ka, për shkak se fatkeqësisht gratë që jetojnë në zona rurale i kanë shumë atë pamunduna mundësit për me u punësu. Kjo nënkupton në ne edhe për faktin që ka pak ma pak vend pune. Unë për shembull vi prej Deçanit, që është një qytet relativisht i vogël, edhe vetëm me njëherë e shep pamundësinë për vendet punës me një vend që është shumë më i vogël për kohë banori, për shkak se përgjithsisht punët që ofrohen janë me numër më të limituar dhe në anën tjetër ka numër qytetarëve të mjaftueshëm që kishin pas nevojë për me punu. Në vendet të mëdha, qytetet e më të mëdha, normalisht vendet punës ka më shumë, po prap dallimet nuk janë shumë të mëdha. Pra janë aty fol më shumë për mundësi për me u punësu. Nëse për një grua në fshat e ka me qenë thuajse e pamundur mu punësu brenda fshatit, ajo për me shku në qytet mu punësu kam ju dash me pas ndoshta ose vetur ose me pas transport publik, që shumica fshatrave në Kosovë nuk kanë, me pas ndriçim të rrugëve që shumica fshatrave në Kosovë nuk kanë, edhe me pas dikon që kujdeset për fëmijët e saj dhe zakonisht edhe për pleqt ose prindrit e saj ose prindrit e burrit. Që janë kjo ekonomia e mbështetjes, pra ku shumica e grave faktikisht i bojnë krejt punë të shtëpisë dhe kujdesen edhe për fëmijë edhe për të moshuar, ndërkohë që shteti s'ka rrimë me siguru hala qerdhët mjaftueshme, qendrat qëndrimit për pleq ku e kalojnë ditën, edhe shërbime tjera të cilët ja u kishin mundësu grave prej zonave rurale, sidomos me dalë edhe me punu. Kështu që ka pamundësi të llojeve të ndryshme, po këtu janë ato që ishte me rëndësi me i theksu tani. Por sa po kontribuojnë institucionet në uljen e paparazive gjinore në tregun e punës? Këto që i përmenda, që janë shërbimet e kujdesit, cilat janë thuajse të pa njohura për shtetin që i bojnë gra çdo ditë, pra punët e papagume të shtëpisë që fatkeqësisht edhe padrejtësisht quhen punë grave, sepse nuk janë vetëm punë të grave. Mendoj që nuk kanë bërë mjaftueshëm në këtë drejtim, në kuptimin që nëse një gru dëshirojë me liru për me mujt me qenë e gatshme me u përfshin treg punës, puna parë që duhet është me çliru nga punët e kujdesit. Është e pamundur nëse ne nuk ofrojmë qerdhe të lira, qerdhe publike për fëmijët në Kosovë, ka me qenë e pamundur për gratë me dalë dhe me kërku punë. Për shkak se shumica e qerdheve private janë shumë të shtrejta. Në disa qytete edhe ka edhe mungesë, por edhe aty ku janë shumë të shtrejta, gjë që e pamundson për një gru me dalë me punu edhe me çat pak vetë sa me pagu qerdhen edhe udhtimin e transportin e saj. Kështu që mendoj që ndërhyrja kryesore e shtetit do duhej të investonte në politika që do ta lironin gru nga punët e shtëpisë dhe atëherë ajo do të ndihej shumë më rahat me mujt me u angazhu në tregun e punës. Në anën tjetër normalisht që do të ishte tepër e nevojshme dhe rëndësishme që institucionet të investonin në hapje të punë, vendeve të punës të cilat
janë në, që me thonë, edhe në pritje, edhe janë të lidhë direkt me nevojat e grave apo me aftësitë e grave që janë në Kosovë tani të papuna. Na e dim që një grup i madh i grave që një grup mosh faktikisht janë papuna, janë dikon mosha 50 vjeçare, cilat është vështirë për shkak se edhe nuk kanë rrinë ndoshta më qenë punësume deri tash, as nuk kanë rrinë me përfundu një shkollim caktum, po sidomos përvojë të punës që është tash shumë vështirë për to me marrë mundësinë për me u punësu. Kështu që shteti do duhet të kishte një politikë konkrete, bazuar edhe në grup mosha, edhe në përjardhje në perspektivat ndryshme, si gjeografike, ashtu edhe identitete tjera. Zonja Leonida, jemi drejt fundit, për cili është mesazhi juaj për të gjitha vajzat e reja që dëshirojnë të ndjekin profesione jo tradicionale dhe siç e përmendëm jo domosdoshmërisht që janë profesione për gra. Faktikisht edhe për vajzat edhe për djemë, për shkak se kom shumë qejf me pa edhe djemë që i sfidojnë këto norma dhe tradite që dyqysh nuk i lojnë me pa për te mendimeve tjerve për ta. Na si organizat besojmë që qika duhet me qenë më të mëdhaja se sa pengesat për andrat e tyne. Andrat e vajzave duhet mu realizu ose duhet me qenë, nuk duhet mu shrymë asnjëherë, për shkak se veç ashtu mundemi me pa një shoqëni ku ka kërkem të në kohën për liri, për barazi edhe për zhvillim. Ashtu që i inkurajoj gjithmonë edhe djemët me i sfidu role tradicionale, nuk ka më rëndësi me përmbush stereotipin e të qenit vjale dhe burë në shoqëni, ajo është komplet gabim, du të me qenë ashtu që shje, që është për shtatet, du të me qenë qytetar i ndeshëm, i kujdeshëm për tjerët, i dashun, me kajt, kur t'jen me kajt, sidomos po flasë për vajzat edhe djemët e vegjël, jam shumë entuziaste kur isha të kalu krejt të pritje të shoqënisë dhe të bo fëmijë me pritje tjera dhe me ëndra tepër të mëdha. Faleminderit shumë zonja Leonida për të gjitha këto informacione dhe normal që e ndove kohën me neve. Faleminderit juve, çdo të mirë. Tani shikues të dashur, shkojmë pak marketing dhe riktheheni këtu në studio bashkë me Agnesën.